Gersa si dikushi që ka jetuar, ka qëndruar gjatë atje në Bukuresht, a ke dhe në i përgjigje pyetje se pse Bukureshti ka patur kaq ndikim në rilindjen tonë kombëtare? Pse lidhjet tona me Bukureshtin vazhdojnë të jenë të fuqishme dhe sot? Sepse si fillim, duke pasur parasysh që këta intelektualë vendosën fillimin në Bukuresht dhe në pas qytetet e tjera të Romanisë, besoj se kjo e ka bërë Bukureshtin të jetë djep zhvillimi më i madh se qytetet e tjera të Romanisë. Megjithatë i ka dhënë edhe shteti i kohës apo jo shteti rumun i ka dhënë hapësirë. Shteti vazhdon të jap hapësirë edhe ndihmë. Siç e përmenda edhe në fillim, do të thënë të jap ndihmë të rinjve rumun të cilët janë nga Shqipëria për të vazhduar studimet e tyre në Rumani. Po, jo vetëm këtë, më duket në Parlamentin Rumun ka patur edhe përfaqësues shqiptar, ose që ishte përfaqësues të minoritetit shqiptar. Pra mund të flasim edhe për minoritet shqiptar në Rumani në një kuptim. Ka, po. Në Bukuresht është ndalur edhe Ismail Qemali, edhe ai ka patur, apo jo, profesor, edhe Ismail Qemali ka pat pika takimi me Bukureshtin në atë kthimin e tij për në... Ka pak pika takimi sepse ati kishte humus, do me thënë humus, kishte një tokë pjellore për ne, sepse kishte patriot, kishte njerëz që ai shkonde edhe për mbështetje, për politike edhe për mbështetje kombëtare, ndërkohë e shkonde edhe për ide, se gjithmonë njerëzit e mençur të japin ide, të idet nuk i japin njerëzit e zakonshëm. Pra, ai ishte njeri i zgjuar, e kuptonte këtë gjë, prandaj a i shkonte kudo, por e kishte një pikë takimi edhe në Bukuresht. Kjo ka qenë një nga arsiat që a i, se s'kishte arsiat pse të shkonte në Bukuresht. Ndërkohë, a i shkonte edhe për një arsiat tjetër, sepse rumunët kanë qenë tradicionalisht miqësor dhe kanë ndërtuar një teren shumë miqësor. Jo më kot vajten gjithë patriotët shqiptar, atje domthon shtruan ato gunat në kuptimin figurativ të qetësisë, të zhvillimit, të prosperitetit, atje i ndërtuan në Rumani. Ishte unikal çmulli i Bukureshtit, se kishte në Turqi, por në Turqi sa shqiptarë kishte nga perandorin otomane që kishin nxjerrë një produkt që ishin intelektualët atje. Po është në rastin e Rumanisë është unikal.